U kthejmë në studio për të diskutuar edhe këtë herë në lidhje me mos konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Ka dështuar për herë të 22 mos konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Sot pati edhe një aksion të disa organizatave para Kuvendit të Kosovës në shenjë të dëshpërimit në lidhje me mos konstituimin e Kuvendit të Kosovës, një farë mënyre edhe mos funksionalizimin e shtetit në disa pjesë. Me mua sot në studio për të folur për këto dhe shumë çështje të tjera që kanë të bëjnë me politikat në vend është zotri Dibran Gashi. Zotri Gashi, faleminderit shumë që gjete kohë që ti je. Faleminderit juve. Dhe në anën time të majtë është Muhamet Muja. Faleminderit shumë Muhamet që gjete kohë që ti je pjesë e podjes. Zotri Gashi, e nisi me juve, patëm edhe dështimin e 22 të Kuvendit të Kosovës, mos konstituimin e tij. Si po ju duket juve gjithë ky skenar, pa patëm 22 herë, 22 seanca të pasuksesshme? Sipas mendimit tim, kjo është papërgjegjësi totale e faktikisht edhe institucionale, edhe deputetëve të zgjedhur, të cilët janë tashmë edhe deputet certifikuar, edhe vetë qeverisë që është në detyrë, edhe atyre, edhe shumë institucione për rreth që në një farë forme domthonjë po e bllokojnë këtë situatë. Për mua kjo është një maskaradë e cila po përsëritet me një papërgjegjësi, me një neglizhencë, me një të tillë që më shumë i nxjan do interesave të tyre, më shumë meskine ose politikës tyne se sa interesit vetë shtetit. Bilione edhe parë mendoj se ka pas thënë, më duket thonë se Isa Boletini thotë kur është Shqipëria mirë, jam edhe unë mirë. E unë tash po bëj pak si na sikur po kujtojmë se kur është Kosova kes na jemi mirë. Unë po shoh se Kosova shteti i Kosovës po pson, institucionet e shtetit të Kosovës po dobësohen. Ato çështjet që kemi se na jemi një shtet i paformuar, kështu që në këtë aspekt është shumë keq edhe shumë e dëmshme nga të gjitha palët. Ma mërmenja, pavarësisht se vetë ata që e kanë shumicën e kanë përgjegjësinë kryesore në këtë çështje. Po ata nuk po marrin ndonjë hap në tutje që kjo çështje të vijë në binarët e vet. Shumë keq është që unë për vetë po mendoj se vetë Albin Kurti që është mas pari kryetari i partisë Televizës Vendosje, i cili në një farë forme përdo interesat e pushtetit e tij, edhe unë e kam thënë edhe më herët kur kam biseduar në studio të ndryshme edhe me njerëz që ky ka, me qenë se nuk e ka shumicën e mjaftueshme për me bë Kuvendin, ky ka me shtyp derisa të vinë interesat e tij, ka me sa të mundet me shty. Edhe ka gjetë metodën se si me shty duke e blloku zgjedhjen e kryeparlamentarit. Që në proces e ndroi edhe metodën e votimit, që gjatë për të njëjtin seancë, domethënë që po thojnë edhe të tjerë, që ndoshta edhe ata që edhe ky kolega që është në studio Muhamet do ta thotë sigurisht se në proces nuk bëhet ndrrimi i votimit. Gjatë në fillim nëse vendos një formë votimit, atëherë vazhdon matutje. Po megjithatë këto ligji dashte të zgjidhë këto probleme, edhe gjykata kushtetuese. Zotri Muja u tha se ka shkelje gjatë këtij procesi, një ndër tyre është edhe votimi i fshatë, që nuk është bërë me fillim që të ketë një votim të fshatë. Pam se ka 13 shkelje deri tani kur po flasim në lidhje me ligjet që janë shkelur gjatë kësaj periudhe kur kjo qeveri është në detyrë. Si po shihni juve gjithë këtë ecori, si po shkon ana ligjore, pse po bëhen kaq shumë shkelje në anën tjetër, nuk ka ndonjë veprim nga gjykata kushtetuese? Vetë fakti që kemi dikun 20 seanca, mos më tepër, të mbajtura nuk ka kurfar përgjegjësie për gjendjen që është krijuar në shoqëri, tregon se gjithë ata pushtetarë që kanë marrë besimin e qytetarëve, nuk e kanë hallin e qytetarit, as nuk e kanë hallin e shtetit, po ka kalu në nivelin personal, në interesa personale, në interesa të formimit të pushtetit, edhe pa tjetër që tentojnë me qëndru në pushtet, derisa nuk i ke votat, nuk i ke numrat, nuk mundesh me shty me vështirësi, nuk që thojmë me zor. Duhesh me lëshu radhën nëse
vetëm ka dikush tjetër numrat. Kjo tendenca e votimit fshet besoj që është tendencë e maskimit procesit, mes që lëvizja vetëvendosje shumë kam bindjen se ka edhe votat e minoritetit serb. E ne gjatë të kalume se dim se të njëjtit kanë bisedu në format të ndryshme me partinë që janë shumicë nga minoriteti serb. Një farforme kanë të regu deri tash kanë të regu gjithë pa dallim se në pyetje është interesi tyre personal, pozicionet e tyre, privilegjet e tyre nga pushteti, askush nuk e çon hallin për shtetin, askush nuk e çon hallin për qytetarin dhe e kanë kriju një trend shumë të rrezikshëm, e ajo është trendi i papërgjegjësisë që është duke kaluar. Edhe ashtu kemi qenë papërgjegjshëm gjitha segmentet e jetës, me ndonjë përjashtim, mirë po duke pa pushtetin, duke pa njerëzit e politike si janë papërgjegjshëm, fillojnë edhe profesione tjera, fillojnë edhe dikastere tjera, segmente tjera këtij vendi që të mos jenë të përgjegjshëm. Duke filluar atje prej doktorit, prej policit, prej ata që janë në pozita tjera, profesione tjera, janë të papërgjegjshëm për shkakun se i jepet hapësirë politikës, jepet hapësirë atyne që realisht janë thirrur për me rregullu jetën tonë dhe me vendos banort e shtetësisë tonë. Zoti Muaj, po me gjithatë nuk është që ka ndonjë përpjekje shumë të madhe për të bërë konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Nuk po ndrohet emri që 22 seanca po vazhdon me Albulina Axhiun. Pse ndodh kjo, përsëri po them, është papërgjegjësi totale e njerëzve, e krerëve të partive politike, e njerëzve që është shfitu besimi, mirë po edhe ne i ka ona qytetarëve, na që jemi si pjesë e kësaj shoqërie, nuk kemë gjetë metodë, edhe do të duhet, shpesh kam bërë thirrje, ndoshta shumë të hershme që ne të jemi ata që i obligojmë ata që kanë marrë përgjegjësi publike, ata që kanë marrë votën e qytetarëve, që t'i shtysim, të vendosin institucione dhe të krijojnë institucione. Bile kam thonë atje diku që ta bllokojnë parlamentin. Pse mos ta bllokojnë parlamentin, derisa mos të votohen institucionet. Në çfarë mënyre komentar? Me blloku fizikisht. Mos me leju as një deputet, as me hy, realisht as me dal prej kuvendit derisa të formohen institucionet. Në këtë formë, do shta atëherë kishin reflektu. Në këtë formë kish më kriju një seriozitet. Po kjo bëhet vetëm me vetëdisim edhe me tri e me njerëz që e duan këtë vend, po jo duke bëhet dome, po duke i obligu ata që vullnetin e qytetarëve ta vendosin atu ku duhet dhe ti krijojnë institucione dhe shteti tjetë funksional. E shihni çdo ditë shteti jonë sulmohet me propagandat ndryshme prej Serbisë e prej atyne që nuk u adojnë të mirën qytetarëve të Kosovës dhe shtetit Kosovës, e këta vetë nuk arrin gjejnë zgjidhje që do duhet të zgjidhin zgjidhje patjetër dhe mos t'i prolongojnë formimin e institucioneve. Për shkakun se bazamenti i funksionimit të shoqërisë janë institucionet. Pa institucione nuk ka zhvillim, as nuk ka përparim, as nuk ka funksionim si duhet tas një pore tjetës në Kosovë. Atësisht kemi mbetur të Unë mendoj se fatkeqësia është se kjo shoqëria jona është e bërë shumë e mbarë edhe për politikës. Këta politikanë kanë mbill në masat e veta, në votuesit e vetë, kanë mbill një farë të fare të keqe që njerëzit edhe janë të rreshtuar baza partijake. Kush është me vetëvendosin, kush është me PDK-n, kush me LDK-n. Edhe kanë kriju një masë të tillë e cila është një farë lloj lufte mes veti, luftën thojza, po tham se ka drejt Albini, ajo masa Albinit, ka drejt PDK-ja aty. Kështu që kjo është shumë e dëmshme, një shoqëri që ende nuk është formuar vetëdijshme, edhe pse na shpesh kanjëherë lavdërohen se na jemi qytetarë, kështu po votojmë mirë, ato votimet po shkojnë në rregull, ama duhet me pasë një ndërgjegje pak që ata politikanë ashtu me ndeshku se mjaft mo.
Edhe për që ata është zërë me që shta edhe i ndërumi, me angazhu njerëzit sot me marë asi veprimi, se gjithë e përkrahen një drejtim, kur fëllsh me qytetarë se cili thot, Albini ka drejt, ajë tjetëri thot kjo ka bloku, ajë mund gjithë mund me gjujtë gurin, me lo fajnë me lo jetim dhe më një farforme, ama ishtë dasht tash masi ka që shku një kërkes në gjykata kushtetuse me bani hapë të tilë që ata besoj që unë, sa kom dëgju se unë nuk një shumë ligjit e këto qështje, po gjykata kushtetuse pak sa është edhe politike, ka mundësi me bani një zgjidhje nashta që me ndërruqit formën e blokades. Mos me leju pa kufishë mjaulo aty ndërgjegje, që aty po thëtë mjaulo ndërgjegje deputetve kur dojnë ata me votu. është përshien ndërsa ndërgjegje. Për këtë pode, e thash ku është e ndërgjegje, asë eksiston. Ata deputet nuk e meritojnë atë pozicion që kanë marë, se nuk kanë atë ndërgjegje. Tani nëse flasim për Albolina Haxhiu. Albolina Haxhiu është të përdorë si një robot, ose si është e tërshme, unë nuk e di, a ka ajo një ego të vetën. Ishtë dashtë ta e bre, nuk isha leju kur një jetë, dikush kush dhe qoftë edhe letjet ai profeti i botës, me më detyru mu 22 seanca, me deshtu me mu keshpërdor, edhe në fund me dala shlirë, me thonë hajtë punë e madhe. Që thamë edhe këtu, shteti po humbë, nuk po humbin, po humbë edhe qytetarët po humbin ato projektet, po humbin qashtet që na kemë shumë agenda, edhe mbrendshme dhe t'jashtme, edhe ndërkombëtare që na presin me zgjidh. E kush do t'i zgjidh ato, apo kështu, t'u shtyjnë anë me zveti, kush po merr pushtetin. Ajo është shumë e dëmshme është kjo. Zoti Gashi, me gjitha të lëvizja vendosje shumë për ato protestat e mdhaja masive për shumë çështje që kanë bëjmë me Kosovën. Mirë po nuk po duket që kemi një interes kosovar që të organizohemi, ashtu si që ta zoti Muja t'i blokojmë institucionet edhe mos të kanë mundësi të dalin derisa ata nuk e japin ndonjë verdikt të tyre final sa i përket çështjes së mos konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Është e kuptueshme që kjo pjesa tjetër e politikës që ishin në opozit, nuk i përdor ato metoda, sepse ka qenë gjithmonë kundër atyne metodave dhe më hanë metoda dhënshme edhe që me precedent penal, dhe më hanë që kanë qenë edhe në shkollën gjykata njerëz për ato qashti, më nuk i përdorin. Ama, unë thamë drejtën edhe ata e kanë një përgjithësi të vogël për arsye se ishtë dashtë të ke fundit për hirtë shtetit se janë mja votu atë farë krye parlamentarje. Ma mërmene. Ose edhe ata janë të kalkulu me votat se a mujnë ata me bo qeverina jo. Unë e përshë që sa ata nuk janë disponum, si ishtë opozit me u bashku, me njëherë, na këna prit për tyne që kanë u bashku, me njëherë dhe me boni një opozit fort mërzu këtë qeverisjet të dështuar, 4 vjeqare, 5 vjeqare sa ishte, edhe me boni një opozit fort, edhe me zgjedhë një kryeministër të mirë, edhe me hecë për para Kosovën. Shteti po humbë, nuk është qashtja e qytetarët po humbin. Nuk po humbë këtu as Albin Kurti, as ky tjetëri që është i PDK-s, as ai tjetëri i LDK-s, Lumir Abdigjiku, po humbë shteti. Qa me bo? Që to është pa përgjësia madhe, shumë e dëmshme për ne. Zoti Muja, ne patëm një deklaratë të zotëri Qunit i cili thasë se është kontaktu nga lëvizjave të vendosje që të bëj koalicion me ta që një mënyrë të jepë votën atyre që ta votoj Albolina Haxhiu për kandidate për krye parlamentare. A ju besani juve këto deklarata? Me thamë drejtën deklaratën se kom dëgju, po të marë parasysh mentalitetin e kriju prej vetë vendosjes. Edhe njerëzve që janë në thes vetë vendosjes, dëshmohet se këta janë gjendje me gjithë. Tu e përfshi dhe listën serbe, kam deklaru disë herë. Me gjithë janë gjendje me bashkëpunu, me gjithë janë gjendje mi u afru vetëm me metin pushtet. To është qëllimi, edhe vetë propozimi që votimet bëhen në njërë të fshet, është e kanë qatë qëllim. Që mos dhjetë se kush pe voton, e realisht atje kanë ku me ditë ndoshta marrëveshje edhe me partin e minoritetit sërbë, që të kryohen institucionet, është dëshmu për këto 5 vite, po edhe ndër vite me ato protestat e dhunshme, cilat i kemi përjetu edhe ne, si institucione, edhe i kemi përjetu edhe ne, si qytetar, se lëvizja vetëvendosje ka qenë çdo herë me disa kauzat rrejshme, ka shty kauzat rrejshme të cilat kanë dalë me vërtet dëmshme për vendin tonë. Ashtë dëmshme sa që e kanë dëmtu në një farforme edhe ndoshta rendin kushtetues, edhe rendin
publik me protesta dhunshme, veç u dëshmu se kem pas sulme në institucione, kem pas sulme zyrtarëve, policorë, kem pas sulme ndaj krerëve të lartë të shtetit, njerëz vdekun, edhe kush në fund nuk merr kurfar përgjegjësie, edhe këtu po dëshmohet se po ndoshta ato u thërshin çdo herë për protesta paqësore. Po realisht janë thirrë për protesta paqësore, po ato e njëjta parti që ka qenë pushtet për 5 vite, ka shfrytzu njerëz, mi thonë qytetarët që të njëjtit kanë shfrytzu njerëz që kanë marrë prej psikiatrie, do t'i duket e pabesueshme, po është e vërtet se ata kanë marrë njerëz të dhunshëm, njerëz që nuk kanë pas kurfar përgjegjësie, a kanë gjetë në rrugë me tmeta psiqike, a kanë marrë atje në psikiatri, po është dëshmuar në procese që kanë shfrytzu njerëz me tmeta psiqike vetëm që protestat jenë sa më të dhëmshme, sa më të gjakosura dhe sa më të mëdha që ata nesër ta marrin pushtetin, ashtu siç po tentojnë me marrë me çdo kush pushtetin pa qenë votat në favor tyre. Nuk them se ata nuk kanë drejt, për shkakun se është parti fituese, mirë po derisa nuk i ke votat atëherë kërkojnë edhe prej zotrit Limaj atje që nuk kanë zgjedh asnjë fjalë gjatë zgjedhjeve dhe gjatë këtyre viteve që të mos e flasin kundër tij. Duke quajtur me lloj-lloj emrash e fyrjesh e lloj-lloj etiketimesh, edhe sot e lusin që ai t'i votoj. Kjo dëshmon se sa ka integritet edhe sa është e përgatitur. Koncentroj edhe emri. Edhe sa është e përgatitur kjo parti edhe sa është e sinqert me qytetar edhe me kauzat që ka pas. Është në gjendje gjithçka me bën edhe çdo njëri të më ofru pozicion të lloj-llojshëm vetëm që ta votoj edhe të jetë në pushtet. Që po thot shpesh Albini, po thot mos mi tregoni aty video të kalume, çka ka thonë. Se krejt bin kundërshtim me këto çka thot sot. Domthonë hipokrit që thojnë par excellence, është ky njeri, unë nuk e di, që shmonet ky kështu edhe kjo ma shumë habit, hajbe se del ky ashtu. Edhe ky asnjë nuk i ka ato premtime që para zgjedhore që ka pas para vitit 2021, as pak 2-3% si ka realizu, ka qenë kundër zajednisë, gallu kur të viju nuk me hjek krejt, ka qenë kundër gjitha atyne, krejt ka me hjek ato me i fshin, kur ardhë, jo që e ka posë zajednisën e ka shti në sistem, atje me marveshjet të orit edhe atje Durksil, po ka shty edhe ma shumë, e ka shtu edhe autonomi, faktikisht, një farloj autonomie. Edhe unë tash, me çdo veprim unilateral, Albin Kurti, unë e kom thonë, tash, unë kom dëshirë të jemi gabum, me çdo veprim unilateral që ka bon Mitrovic Veriut, ky në një farë forme e ka rrit autonominë për sërbë, sepse bashkia ndërkombëtare të shëndrysh, nuk shojnë ata me synin tonë, kush është Serbia? Ai qëndrështë, që kjo popullata është rrezikume se me polic për manë që atje e ka bo po thëtë sovranitet pa njerëz aty që ata njerëz e bojnë që egzistojnë aty legitimitetin ati teritorit sërbë që janë shumicë aty. Nëse edhe janë shumë të manipuluar ajo pjesë. Normal, janë për Beograd, e krejti dim ato. Kërkush s'ka në ueni me në kalzu kush është Serbia, edhe s'ka është në gjendje me bo Serbia, krejti dim. Po ti kote do në gjisin ka Serbia, ti do të me punu punët e tua si shtetë, do të me bo marveshjet ndërkombëtare, me respektu, do të me ndërkombëtarët me u dakordu për shumë veprime që i banë, paraprakisht, që të dhonë ka afat për shumë, Amerikanët të rridhoshin, afat thanë, që bre dhe të muj? Për që atu tabela që ishin, po kjo ju zdu, kërë ju rëziku situata, hajde tash Amerikë, hajde tash të merën vesh Amerikanë që me bërë. Me full realisht, ndërum, me full realisht është për mu lavdru intervenimi i institucionit policisë. Po. Zoher kam thonë është edhe profesional edhe kredibil para qytetarëve, është për mu lavdru për çështjen e eliminimit bandave të rrezikshme që kanë qenë atë pjesë, ajo është për lavdat. Mirë po, a është integru qytetari sërb, i minoritetit sërb, nuk është integru, është dëshmu me ato video që i pom para disa dite, ku disa tri manipulohen prej madhorve, prej atyre, do shtë edhe prej Serbis, që ti provokojnë qytetarë që janë duke kafe, ose duke qëndru në pjesën verjore. Me lloj provokimesh nacionaliste që ishtë dasht. Ta thëshin i kënë liru sërbë të atje, sot asha janë të knoqën. E kush jalla vot atë lisë sërbë s'ka?
që i fitoj 9 deputet, që ata Serbia kanë dhonë. Ata e dojnë prapë Beogradin, na krejt e kuptojmë, që kur na shqiptarë që këna do Shqipërinë, na nuk mujna ata me i fajsu për ato qashti. Do të mu vendosë aty mu bo zedhë. Kur banë zedhë thashë në vjeshtë, kur vendosët aty kryetari, kur vendosën organet, krejt kovendare, krejt aty gjitha institucionet që janë komunale aty, që kanë këta shumë kompetenca, të kallëzojnë që shka me shku situata. Nuk është e vërtet që apo dhe të krejt. Që për shumë bajskën, po që kur të mos ishtin Fori, mos ishte Euleksi, me bon bashkëpunim me policinë e Kosovës, nuk ish pas atë sukses. Pavarësisht që policia dhe shumë drejt e ki, policia Kosovës është shumë profesionale, shumë e aftë është. Nëse s'kes përdorët edhe politikisht ka njerë, edhe pse ka pas një vrejtje ka pas një vrejtje për ambasadës amerikane disa herë që policia mos të kesh përdorët për çështje politike. Po pra. Për shkakun se është institucion që është përgatit për ndërkombëtarëve, është ndërtu me performanca, me pari, me bazë demokracisë, të respektimit lirive, drejtave, qytetarëve pa dallim. Është përgatit aq mirë prej ekspertëve vendorë dhe ndërkombëtar sa që nuk ka nevojë policia të shfrytëzohet politikisht, duke u thirrë çdo herë se ajo them thojza, është duke e shtri sovranitetin që nuk është reale, se policia është institucion, shpesh e them që e shtrin rend edhe qetësi publike. Është përgjegjës për pronën dhe për jetën e qytetarëve, por nuk është përgjegjës për sovranitet. Për sovranitet është ushtria, për sovranitet na e kemi po është NATO. NATO është aty. Po zotri Muja, një çështje që është shumë shqetësuese, se zakonisht zotri Kurti në deklarimet e tij përmend policinë dhe ushtrinë çdo herë kur ai ka meritat e tij, çdo herë fokusohet ka policia dhe ka ushtri. Pse kjo tendencë zotri Kurti që në një mënyrë ti kontrolloj këto dy Nëse dikush i ka bë dëm institucioneve të sigurisë, është ky zotriu, se nuk kem nevojë me përmend disa herë. Ky zotriu i ka bë dëm më shumë të institucioneve të sigurisë, si dëm mos policisë. Sa mendoni se është bërë? Për shkakun se policia është trajtuar në mënyrën më dëmshme, të mundshme. Sa që edhe në takimi i ka fyer, në takimin si ka pranu. Na ndoshta qytetarët harrojnë, po ne si harrojmë. Nuk i ka pranu policë në takim, ose i ka quajtur mercenar. Njësit elitare. Njësit elitare të policisë i ka quajtur mercenar. Ju po mendoni se kanë shkuar ata mi kërku drejtat e tyre dhe i ka detyru, që është hera e parë në historinë e policisë që detyrohen policë me dalë para qeverisë, që është një turp i madh. Për shkakun se derisa e lejon një policë me dalë në atë formë ke tregu se nuk i je interesuar mi u rregullu statusin atyre. I ka leju me dalë proteste dhe realisht i ka fy duke mos i pranuar në takim edhe duke i thonë që jo, apo mendoni që atje e keni bën një aksion edhe tash po ju paguajmë si mercenar. E mos flasim për ato procese gjyqësore të cilat janë duke u zhvillu si rezultat e mos plotësimit të kushteve të policisë Kosovës. Ka matur për institucionin e sigurisë, për policinë që polici detyrohet, që kjo s'ka ndodhur asnjëherë gjatë ekzistimit të historisë policore. Këto pas lufte që polici mu detyru me bën një padi për çka? Për pagën e 13 që i ka taku atje, ose për shujtat, ose për çështje tjera. Tash po dalën edhe çështje tjera gjyqësore, cilat vetëm se janë përgatitur dhe po përgatiten prej kolegëve tonë për gjithë administratën, jo vetëm për policinë, po për gjithë administratën e shtetit, meq ka dështu parlamenti të miratoj ligje në përputhje me udhëzimet e gjykatës, gjykimin e gjykatës kushtetuese sa i përket pagave. Ai do të thonë policisë pja don vetëm se e ka shtu, ne e dimi sa herë ka thirrë për shtet ligjor, për përgjegjësi efikase, për polici, për ato, për këto, vetëm se e ka shtu për shembull në sistemin gjyqësor atë numrin e landëve që unë e quaj administrative, se ato nuk janë landë, po janë më tepër pjesë të landëve administrative, duke i lanë gjykatat, duke i stërngarku gjykatat me diçka të parëndësishme, duke i lanë rastet e rëndësishme që kanë qenë dër vite qytetarë që i presin rezultatet për gjykatat. Kem raste pronësore me vite që nuk trajtohen, ndoshta me 15 vite, me 10 vite, me 7 vite, që qytetarë ndoshta dhe janë vrarë për shkak të atyre rasteve, kanë pas konflikte të lloj-llojshme mes vete, edhe merren me çështje banale, të cilat vetë shteti ka mujt me rregullu në kohën sa ka qenë
kënë pushtet. Funksional, po. I policia po i duhet veç kur do m'ja mor atë Shfrytëzohet meritën e suksesit policisë po e shfrytëzojnë edhe s'fejsla edhe ky kur po je puna aty po dalin. Çuna e bënëm që të aksion, çuna që po ato ka po policia. Përkundrazi edhe këtë detaj Peceku edhe në këtë studio është edhe dy çështje shumë të rëndësishme që me ardhmën e tyre në pushtet policisë i kanë shkaktuar dome, edhe ajo është se kinë se ne luftojmë korrupsionin, kanë arrestu policë me autobus. Shpesh Ceku që shto në gjykatat e Prishtinës prej Gjakove, prej Prizrenit, atje kanë sjell policë me autobus, kinë se ne i arrestum për rishvet. E kanë gjetë si target dopt, e kanë gjetë si target si institucion pa mbrojtën, edhe pe luftojmë korrupsionin, ose atje me akt akuza, që është kjo reale, këto që e them me plot bindje e them, me akt akuzat ngritura i kanë largu policë në procedura disiplinore. E si kur kishin pas pak integritet, sidomos ministri punëve të brendshme, kishë mu largu vetë si minister me që kishin një akt akuzikon atje, e jo t'i largoj policë vetëm se ka ardhë në pushtet, edhe ka qenë premtimi ti si njerëzit që kanë të kalume, ose që kanë dyshime për të kalumen, po nuk largohet mërë polici me procedura disiplinore, derisa ekziston atje akt akuza. Nëse deli pa fajshëm, kush ka me pagu domin që ja bën një zyrtari policor, ose një punonjësi tjetër. Kur e këthen gjykata që i takon ati faktikisht. Këto dy dome i kanë bën shumë të mëdha institucion policor. Ne kemi pa që zoti Kurti ka pasur një farë lloj konflikti edhe me prokurorin, pra nuk shkonte të dëshmonte kur prokuroria i thoshte që duhet vije të dëshmohesh për çështjet që ata po e thirrnin atë në një farë mënyre, kishte një armiqësie themi në thojza edhe me prokurorin, një hije të keqe përmendën për policinë që i kanë ndërsuar, ndërkaq në anën tjetër pati edhe një luftë edhe me prokurorin, pra. Që ju tregon njerëzve që sistemi në Kosovë nuk po funksionon si thot ai, se fatmirësisht sistemi në Kosovë funksionon mjaft mirë. Shumë ke se kur shiqa, tash shumë ka pas shkelje kushtetuese, edhe nga ana e tij ka pas shkelje kushtetuese që edhe në parlament që kanë dërguar disa që ju kanë kthy pe gjykatës. Disa ligje. Pastaj ky edhe vet domthonë fyn edhe domthonë interferon që në parlament kur thot aty, thotë unë kryetari edhe edhe presidentja nuk po e dojnë me zell atë kryeprokurorin. Nuk pajtohemi me zell, po nuk ka drejt ky me interferu aty hiç. Tjetër kush i zell atë nuk e zell ky, as ata. Pastaj ky vet nuk i përgjigj prokurorisë për rastin që ishte për rastin atij kjo që ishte me kek në domthonë ato korrupsionit asaj ishte. Skandali i cili doli në kek. Që doli, skandalit, nuk doli, ky nuk shkon, edhe lun me prokurorin, lun sikur me loj pokeri, bon hajgare me ta, edhe sot e dit nuk ju ka paraqit, edhe pse gjykata domthonë e ka kërkuar që ky me patjetër më marrë dhe me shku me dhonë që ato. Si ka shi po, kur vetë kryeministri nuk shkon të paraqitet më ndej, qytetarët e vendit se po tash, kjo është një shembull i më i keq që ekziston, kur një kryeqeveritar, edhe një ministër, cili do, nuk i përgjigjet prokurorisë, nuk i përgjigjet gjykatës, nuk i përgjigjet sistemit drejtësisë, atëherë na qytetar çka duhet me bë? Nëse kam fuqi asun, s'po dua asun, ai s'pe respekton asun, s'pe respektoj. Po na nuk e kemi fuqinë e tij. Fatballësisht se kemi, se ma mirë do të patjetër mu përgjigj gjykatës se do të më respektu shtetin, na si se respektojmë ligjet, drejtësinë, shtetin ligjor. E çfarë shteti po dojmë me bona? Shtet diktatorial? Apo çfarë shteti? Ku një person vendos për gjithçka? Apo kjo është e paranueshme, po nuk e di. Ky popull prapë nuk po vedisohet, se çdo është masa e madhe njerëz me kuptu. Ky njeri nuk është i përshtatshëm me udhëheq shtetin. Po megjithatë, po ja japin votat, tash fajin le ta merr shumica, edhe na tjerë që nuk pajtohemi, jemi që aty s'kemi ku me ikë. Po na i nderum historikisht, nëse më lejohet pak me ndërhyr, na historikisht e dim çka kemi përjetuar prej sistemeve moniste. Nëse i thëmë që qytetarët e Shqipërisë atje kanë pas drejt, se kanë leju një Enver Hoxha atje, edhe ja kanë dhonë besimin atje me udhëheq, atëherë, po i bjenë se a i pas ka pas drejt.
A na e dim që historikisht ai nuk ka, mos them se diçka ka zhvillu për Shqipërinë, mos ja marrë. Jo, e ka pjesën e mirë, po edhe ka. Sistemet moniste, sistem sistemet që kanë komunist, diktatore, se që kanë vetëm një person, janë shumë të rrezikshme për shkakun se regjim komunist, demokracia ka parapo ndarje të pushtetit, jo sot po ndërhyn atje në polici, nesër po ndërhyn në gjyqësi e në prokurori, pas nesër ndërhyn atje në media, ato kanë qenë që e kanë sjellë në pushtet me lajmet që kanë qenë transparente në atë kohë, me lajmet për Kurtin, me lajmet për vetëvendosjen, për protestat, për nevojën për ndryshim shoqëri, edhe sot po dalin që mediat sipas tyre janë shumë dëmshme të këqija, po vërtet. Rrezikshme, që besa ka pas edhe aso akuza që janë mafioze, ku ta diun lloj deklarata që për njerëzit që janë burgshtetas, njerëzit që e duan vendin, e duan shtetin, e duan qytetarin, edhe duan rregull, ato janë shumë të rrezikshme. Deklarata që nuk tolerohen në shoqëri demokratike, në shoqëri ku ka ligj dhe ku ka shtet. Kështu po vazhdon me tregu si një shembull që mundesh me bëj çka dush në Kosovë. Është duke dhënë model të keq për shoqërinë, po edhe për institucionet edhe shoqërinë përgjithësi. Fatkeqësisht na nuk kemi liruar nga mentaliteti i robit në përgjithësi, se na mësuan do diktatura që gjithmonë dikush më na udhëhec me një dorë të fortë, edhe nuk po lirohemi prej asaj. Është problem edhe në masa jonë, e gjerë, që duhet këto gjëra të lirohet për këtij mentalitetit të robit. Që për shembull i merr rëst e kanë, Putinin që shemojnë rëst. Ata rësti nuk mundesh me demokratizu këtë, se ata dojnë qase, një Putin e dojnë. A dojmë edhe na një Putin këtu? A dojmë ase dojmë? Një farfuar me pak, po në ashta qemë që kur ata, veç, ku e gja po përngjojmë? Se do më për lejojmë një njeri që nuk i respekton shtetin ligjor, nuk i respekton institucionet e shtetit, rendit ligjor, nuk i respekton. E tash, le të vazhdojnë marrë vëlla, nëse këti populli i pëlqen kjo, le të vazhdojnë, veç nuk ka këtu zhvillim, nuk ka heci për para. Na nuk mujna me shku në bej atje me kësi mentaliteti. Shkujtojmë. Zotri Muja, ne kemi pa që lëvizja vendosje në një farë mënyre e ka përdorur edhe rastin e Deharit, do të rasti Deharit i cili u vra në protesta për të ardhur në pushtet, ndërkaq që sot është kryesuesi i Kuvendit të Kosovës, jo në bazën e një kriterit përveç atij të moshës, i cili po na udhëheq, si e keni pa juve gjithë këtë rrugtim të vetëvendosjes karshi rastit të Deharit, rastit të Deharit. Po, vetë fakti që dolën disa shkelje serioze gjatë këtyre seancave, dëshmon se kemi njerëz të pa pregaditun profesionalisht për besimin që është vënë. Pra, zoti Deharit ju ka dhënë besimin vetëm për shkak të rastit të djemve. Rregull, e kuptojmë që është përkohësisht në atë pozicion. E manipulum. Po, me dalë atë të rasti, Deharit që mas pakti kam dëshirë me bisedu për atë, për shkakun se është rasti institucioneve, është rasti dhëmshëm, i ka taku institucioneve me vendos, edhe me hetu, edhe me gjyku, edhe me ardhë me përfundime. Nëse i patën 4 vjetë që të vjetë... Po këta i kanë pos, jo 4 vjetë, po i kanë pos 5 vjetë, ma shumë se 4, kanë qenë 5 vite që këta s'kanë pos, nuk kanë arritë edhe jemi bindun që po të qëndrojnë edhe 50 vite në pushtet, këta nuk kanë me bo kur gjo me atë rast, për shkak se ai rast ka qenë i tillë dhe është mbyllë si rast. Edhe çdo kush që ish dalë realisht në media ose kesh dalë me pretendime të lloj-llojshme, unë i kisha thirrë me qenë prokuror në zyrën e prokurorit edhe kisha kërku përgjegjësi penale për propagandën që është bo. E kanë shfrytzu, njerëzit e kanë shfrytzu aq keq atë rast. Këta kanë ardhur pushtet e vërtet. Mirë po, nuk e kanë përfol asnjëherë, vetëm se kur kanë ardhur momentet e ndonjë zgjedhje ose ndonjë diçka që është ngushtuar ajo parti, atëherë kanë filluar me bisedu, përndryshe nuk i kanë besu institucioneve në trajtimin e rastit. Po shkon atje ekzaminimi, po shkon këtu, po shkon atje, edhe në fund po del si ashtu që kanë thonë institucionet edhe po del rasti. Institucionet e Republikës Kosovës që po thëmë prapë, kemë raste që janë zbulu, janë hetu, janë trajtu për institucionet tona që janë shumë raste trona, edhe kanë dalë që institucionet tona kanë kredibilitet për çdo rast. Sigurisht. Edhe çka dalin atje me një akuzë këtë ka fundi, jo i kanë vjedh mostrat ADN-s.
Kjo i shitet vetëm qytetarëve. Për mu, për shembull, si një si çështjeve edhe të sigurisë edhe drejtësisë, mostrat ADN-s edhe nëse vjedhen, janë mostra që futen databaza. Ato njëherë merren, futen databaza dhe ma ato s'ka kush që i djeg, vetëm nëse djegën databazat. Ato në mënyrë elektronike i ka edhe hetusi, i ka edhe prokuroria, i ka edhe gjyqësia, po i ka edhe mjekësia ligjore, gjithë i kanë mostrat e ADN-s për shkakun se ato njëherë merren ato baza asaj që u bë ekzaminimi, edhe ato dhe nëse qohen dhom dëshmi, po edhe nëse humben krejt, nuk luajnë kur faroli për shkakun se mostrat janë ekzaminuar dhe ka dalë raportet, janë raportuar, janë ekspertizat. Është për kësardhje që ky zotëri Dehari me atë moshë, që 2 djemë që i kanë shku ashtu, ky sa i vetë deshe ma i vetë, ajo është përgjithësia e tij prindërore, nuk muj me përzi atë pjesë, edhe është e dhimbshme. Po edhe këta nuk kanë as pak ndërgjegje që e kësë përdorin ato aty. Si s'dash me thonë, jo, na nuk mujna me si këtë Deharin për arsye se është moshë, është anej, do ta vendosim një pak ma të ma shumë se ky, ma poshtë se ky. Nuk janë të rastishme këto. Për shembull, zotëri Deharin e shfrytëzojnë për shkakun se e dim, bisedu më rasin. Këtë zojen që 21 seanca, sa e 21 seanca? 22 seanca e kanë vendosë për shkakun se kjo e ka kontributin e vetë atje të Gazi Lëtçels, na e dim çfarë kontributin. Po, e dim. Edhe nuk është, me të vërtetë është, nëse e marrëm, bëjmë paralele, kontributi çdo njonit është për vetë vendosjen. Zoja atje me Gazin Lëtçels, ky knejme me këtë propagandën edhe me këtë rasin e dhëmshëm që thashë edhe herë me dëshirë, nuk e kisha përmend, po me të vërtet, është shfrytëzu, maksimalisht është shfrytëzu për qëllime politike. Unë e këmë vërejt se këmë përcjell kjo, edhe atëherë kur jenë vra 2-3 në ato demonstratat kundër formimit të institucionit, pavarësisë, atëherë që u bëjshin me bisedimet atje për me shpallë pavarësinë, 2 djemë 3 kanë shku, ashtu, unë thamë s'kanë shku këtë, kanë shku ata djemë 3, me të dhimt, po edhe familjet e tyne me të dhimt që s'kanë pas kuraj dhe s'kanë pas asë mjaftushëm vedije me kuptu që kë për mu është një tip kogja i kompleksumi cili ka dëshirë dikush më vra për ta. Edhe këta kom vrejt atëherë, e kom vrejt edhe këta me djemë të Deharit, cilët u sakrifikun për interesin e lëvizjes vendosje, edhe ka uzat Albin Kurtit. Albin Kurti e ka knasi dikush me dha jetin për ta. Kjo është shumë keq. Ata shkojnë dhe në nivel sadizmit. Më hanë ti, po knaqesh kur dikush po vritet për ty, knasi, apo, nuk është rregull. Pra ndaj mu më dhimë që të familja Dehari, po ata e dinë ma mirë, po dojnë me shërby hala që ashtu, le të vazhdojnë, është që ashtë e tyne, na vje keq shumë, po çka me thonë tjetër? Shpresoj që në seancën e ardhshme do të kemi një konstituim të guvernit, besoj që do të thirrë mendjes të gjitha partitë politike dhe të mos vazhdohet i gjithë ky skenar që jemi mësuar ta shohim çdo 4 tetor. Unë ju falenderoj shumë që gjetët kohë që t'jeni pjesë e Infodesës, ndam të gjitha këto informacione për publikun. E neve të nderuar shikues do të kthehemi përsëri në studio.